A dini se një ligj i vetëm, i miratuar më shumë se 30 vite më parë, ka ndarë familje, ka ndezur gjakmarrje dhe ka shkatruar miliona ëndra, një ligj që në emër të drejtësisë krijoi padrejtësinë më të madhe në historinë e pronës shqiptare. Quhet ligji 7501. U miratua në vitin 1991, kur Shqipëria sapo kishte dalë nga errësira e komunizmit. Shteti vendosi të ndajë tokën e kooperativave, por jo sipas pronës që dikur i përkiste njerëzve, por sipas numrit të fryme në çdo familje. Në një ditë të vetme pronarët e dikurshëm humbën gjithçka, ndërsa të tjerë u pasuruan me toka që si kishin parë kurrë më parë. Ky ligj ndezi konfliktet më të ashprat pas luftës, ku vëllezër u bën armiq dhe fshatra të tëra u ndan për një kufi toke. Edhe sot, pas më shumë se 30 vitesh, gjykatat shqiptare janë plot me dosje të pronave të ndara, padrejtësisht. Ligji 7501 mbeti plag e hapur, një plag që askush nuk guxon ta mbyll. Sepse po ta hapësh, del në dritë e vërtet. Kush u pasurua padrejtësisht dhe kush humbi gjithçka në emrin e një drejtësie popullore. Ligji 7501, një ligj që duhet të bashkonte shqiptarët, por i ndau për jetë. Dhe pyetja që mbetet sot është kjo: a do të ketë ndonjëherë Shqipëria kurajën ta shlyejë këtë borxh historik?